Tashmë është e qartë, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Të zgjedhjet e treta mena, ta themi, një vit e gjysmë. Hera e parë që po ndodhi kjo në historinë e Kosovës, po është hera e parë në historinë e Kosovës që po ndodhin plot gjëra dhe kjo ndoshta është më e vogël. Kosova s'ka president, për herë të parë dhe kjo po ndodh në historinë e Kosovës, sepse partitë politike të udhëhequr dhe udhëheqja e lëvizjes së vendosje nuk deshin që Kosova të ketë president. Përtej kësaj, gjatë javës u zhvillua një seancë e natës, e cila është një seancë e turpshme, ku u bë një votim i turpshëm, i cili nuk solli asnjë rezultat. Një votim të cilin askush nuk ja shpjegoi se çfarë ishte. Të nesërmen vendi shkoi në zgjedhje. U mbajtën fjalime për herë të parë në Kuvendin e Kosovës, në seancën solemne për zgjedhjen e presidentin, u mbajtën fjalime politike. Foli ministri Ekuran Murati, i cili s'ka drejt vote në kuvend. Foli edhe kryeministri Albin Kurti. Folën dhe fyen ofenduan opozitën. Për arsye se nuk e zgjedhën presidentin që synonin ata. Sidoqoftë, realiteti është ky që është, edhe 26 vite pas luftës dhe dikun 19 vite, 18 vite, 19 vite pas nënvetësimit të Kosovës, ende ka klasë politike e cila është e gatshme që të vëj bast me kushtetutën e Kosovës nëse kjo i lejohet dhe nëse këtë e sheh të mundshme. Kjo pak është e tmerrshme për një demokraci që më nuk mund të quhet e re. Përkundrazi, për një demokraci e cila, ta themi, ka ditë të udhëheq me vendin më mirë, kur s'ka pas pushtet, edhe funksionet paralele kanë funksionu, edhe institucionet paralele kanë funksionu më mirë se që po funksionojnë sot institucionet shtetërore. Se që për të folur për çfarë ndodhi këtë javë të kalume dhe përësishme çka vjen në të ardhmen, kemi deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu. Blerta, faleminderit që je pjesë. Faleminderit, Astrid. Faleminderit. Çka ndodhi, Blerta, këtë javë në prizmin tënd dhe të Partisë Demokratike të Kosovës? Astrid, ishte një situatë e krizave të cilat e kanë përshku Kosovën 2 vitet e fundit veçmas, po edhe gjatë këtij mandati qeverisjes Albin Kurtit. Për mua një seancë e thirrur e para në orën 8:26 për të filluar në orën 8:30 të mbrëmjes, seancë e jashtëzakonshme për të zgjedhur presidenti i vendit pa një marrëveshje politike, me një arbitraritet pa shoq të cilin e bëri partia fituese dhe natyrisht një precedent i rrezikshëm për shkeljen e rendit kushtetues të Republikës Kosovës, mënyrën se si filloi procedurat për zgjedhjen e presidentit apo presidentes pa e pasur kvorumin e nevojshëm. Absolutisht ishte seancë për t'i paraprir zgjedhjeve të reja, sepse fjalimet ishin tërësisht politike, u shkel rregulloria e punës kuvendit, u shkel kushtetuta e Republikës Kosovës dhe kryeministri Kurti me arbitraritet vendosi që atë tempull të demokracisë që është kuvendi i Republikës Kosovës ta shndrojë në një devijim prej rendit demokratik kushtetues dhe kishte tentativa të qarta për puç institucional në Republikën e Kosovës. Vetë mesazhi i cilën e nxorën mediat, mesazhi një deputeti që doli në publik nga mediat, e shpërfaqi mënyrën se si në mënyrë të kundërligjshme ata provonin që të zgjedhin një president, duke shkelur rregulla, duke shkelur kushtetutën e vendit dhe duke rrezikuar, po e them prap, rendin demokratik të Republikës Kosovës. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran dhe ndër vite sfidat e mëdha të institucioneve kanë qenë për ta ruajtur këtë shtet, themelet e Republikës për cilat është dhënë gjak, është dhënë mund, ndër vite është bërë përpjekje për t'i ruajtur këto themele. Sa për kushtetutën, gjatë mandatit fundit ajo është shkelur 16 herë për kësaj qeverie, por që të kemi devijime të tilla, që të provohet që edhe presidenti i vendit të zgjedhet duke rënë ndesh me aktet kushtetuese, kjo ishte skandaloze, natyrisht me reagimin e madh qytetar, cilën e pa ma ditë, me reagimin e madh të mediave që nxorën dhe shpërfaqën
atë që po ndodhet në kuvend, por mbi gjitha edhe partnerët tonë, cilët ngritën zërin për rrezikun që po i kanosej Kosovës, seanca e asaj dite nuk u përmbyll, duke provuar që të nesërmen Çfarë ishte ai votim, Blerta? Ti personalisht, po dhe Partia Demokratike e Kosovës, ku ishit në atë kohë si deputet? Si e shihni atë proces? Çfarë pritni? Astrid, ne kemi qenë gjatë gjithë Se kam përshtypjen që keni qenë në kuvend. Gjatë gjithë kohës kemi qenë në kuvend dhe për ne e para ka qenë pa precedent, sepse unë po e them, në momentin që fillon seanca për zgjedhjen e presidentit duhet konstatuohet kuorumi i nevojshëm. Dhe unë jam e bindur që këtë, edhe nëse nuk e ka konstatuar zonja Agjiu, sekretari ushtruesi i detyrës së sekretarit kuvendit, ja ka thënë zonjes Agjiu, ndonse ata e kanë ditur mirëfilli që kushtetuta e thotë që së pari duhet të konstatuohet kuorumi i nevojshëm i deputetëve. Sikur e kishim bë me 3 apo 4 mars, ku ishte e vërtet. Në mënyrë të përsëritur, Astrid, ka pasur kriza që e kanë përshku kuvendin. Shkelja ligjet të cilat kanë ardhur me procedura të përshpejtuara, mos respektimi rregullores. Dalim te kjo fundit, do dalim me ta ato. Po. Dhe ju ku ishit dhe si e shenit ju si PDK? Ti personalisht po si parti. Gjatë gjithë kohës. Se ne në studio nuk metëm të tepër. Ne gjatë gjithë kohës kemi qenë në zyrat e kuvendit, disa deputet në zyrat partisë për të qenë afër mediave dhe për të pa nëse vërtet ajo që po ndote do të ishte realitet që ne po e shihnim para syve tonë, sepse po e them, unë kam mendu që Zoti Kurti bën veprime tilla, sepse e kemi pa dhe të kaluarën, por të shkoj deri në atë pikë, sa të rrezikoj me një seancë të thirrur, siç u tha deputeti, të votojmë diçka me karate, e pastaj të shkojmë të ankohemi në gjykatën kushtetuese vetëm pse s'po ju binte tamam data, që ishte e para ishte skandaloze për një shtet të ri si Republika e Kosovës, e dyta ishte rrezikshme për demokracinë dhe natyrisht në rast se kjo do të ndodhte, unë jam e bindur që do të ishte precedent për prokurorinë e shtetit, që të reagonte në mënyrë që të mos shkelej kushtetuta duke zgjedhur një president me 61 vota, siç u provua. Çka ishte ai votim, Blerta? Sepse atë natë u la pa komentuar, ndërsa një ditë më vonë zonja Agjiu tha s'ka qenë ai raundi i parë. Po çka ishte ai votim? Unë jam po e them Astrid, unë jam e bindur që ajo që pam në mesazhe telefonike, ata kishin vendosur që... Pra ju një të bindur se ata po shkonin dezja së presidentit me 61 vota. Po, sepse në të kundërtën nuk do të futej në procedurë për zgjedhje të presidentit pa u konstatuar kuorumi i nevojshëm, kushtetuta e thotë qartësisht se si zgjedhet presidenti dhe në cilat raunde duhet të jenë 80 deputet, e pastaj e përcakton edhe raundin e tretë, ku qartësisht përcaktohen rregullat e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Fakti që ata u futën në seancë në orët e vona, kur edhe po përmbyllej afati kushtetues për zgjedhjet e presidentit, dhe vendosën që pa e konstatuar kuorumin të fillojnë procesin e votimit, ata filluan lëvizje drejt një anarkie institucionale, se ndryshe s'mund ta quaj. Kur kishte reagim shoqnor dhe kur u bë avari, se u ndal. Unë jam e bindur që presioni i madh qytetar, presioni i madh publik, dalja në publik e asaj çfarë ata kishin planifikuar dhe një reagim absolutisht shumë i madh e ndaloi edhe lëvizjen vetëvendosje që të shkojë kësaj pune deri në fund. Madje ishin edhe disa deputet që në fund u larguan prej sallës. U largu dikush prej sallës se nuk jo, kemi pa. ishin edhe disa numra të cilat e pam që nuk janë të gjithë brenda. Po, tha që kanë humb. Fritet që kanë humb ende. Edhe me te, edhe 2 numrat të tjerë. U përmenden edhe disa deputet, unë jam e bindur që secili deputet që i ka thirrë mendje së shëndosh, nuk do duhej ta lejonte veten të bëhej pjesë e një maskarade të rrezikshme. Astrid, deputetët janë betuar. Betimi i deputetit është që do ta respektoj kushtetutën e Republikës së Kosovës, betohet një deputet i zgjedhur që do ta respektoj ADN-n e shtetit. Dhe në fund, të bëhesh pjesë e një maskarade ku ti me vullnetin e liderit provon që të shkelësh aktin më të lartë themeltar të shtetit.
Kjo është e paprecedent dhe secili deputet që ka një tro integriteti nuk do duhet të bëhej pjesë. Ka fjalë që janë tërhequr edhe dy deputet të tjerë të partisë dhe 2 minoritete dhe 4 të tjerë përpos atyre dyve, njëri që mungohet dhe Xhav Dyli. A ka informata? Jo, vetëm nga mediat sa jemi informuar sepse ajo që ndodhi në fund ne kemi qenë shumë të vëmendshëm gjatë gjithë kohës Ka informata që të nesërmë nuk u fut në votim sepse s'kishte votat mjaftueshme. E vërtet, ne kemi qenë vëmendshëm duke i përcjell, natyrisht duke përcjell gjithë lëvizjet brenda kuvendit edhe në konferencat për shtyp, sepse ne nuk donim që të futeshim në një seancë që është kundër kushtetuese dhe nuk donim që të bëheshim pjesë e asaj maskarade duke provuar që të futeshim brenda sallës kuvendit për siguruar quorumin e nevojshëm. Jo, e keni dëgjuar që gjatë gjithë kohës zonja Haxhiu ka bërë thirrje kinse për të ftuar deputetët sepse pas kanë obligim kushtetues për të bërë shkelës të kushtetutës. Si mund t'i ftosh deputetët të bëhen pjesë e një seance? Jo, nëse ishit bërë seanca të s'kish pas, nëse ishit bërë pjesë e seancës, nuk ishit qenë shkel, nuk ishit seanca shkelës e kushtetutës. A di pse ka qenë seanca shkelës e kushtetutës? Sepse edhe gjatë procesit të votimit, ajo gjatë gjithë kohës ka ftuar deputet. Përderisa po shkonte procesi i votimit në sallë, zonja Haxhiu përmendte emrat të deputetëve që duhet të vinë të jenë të pranishëm përderisa quorumi konstatohet në fillim. Shiheni seancën e vitit 2021, kur është zgjedhur Jo, s'ka dyshim që quorumi konstatohet. Quorumi konstatohet dhe kur e ke quorumin në qartë, ti futesh pastaj në proces të votimit. Le që më ajo seancë u shndrua pastaj në platformë politike, elektorale të zotit Kurti me ato fjalimet ti skandaloze. Në seancën ku proceduralisht, në seancat të tilla ti nuk i guxon të bësh pjesë e diskutimeve sepse është seancë zgjedhore, është seancë për ta zgjedhur presidencin. Pra, mënyra si thash, të nesër në seancën e fundit, ditën e fundit, pas orës 11:30, dha fjala ministrit Hekuran Murati dhe i dha kryeministrit. Je deputete që sa ko Blerta dhe e nje edhe këtë punë, a është e lejuar kjo gjë? Asnjëherë në historinë parlamentare të Republikës së Kosovës, presidenti janë zgjedhur në vazhdimsi dhe asnjëherë Kosova nuk ka shkuar në zgjedhje për shkak të mos zgjedhjes së presidentit. Asnjëherë nuk ka ndodhur që në seanca të zgjedhjes së presidentit, që janë seanca të jashtëzakonshme, tu lejohet përfaqësuesve të qeverisë që të marrin fjalën. Pra, ajo ishte platformë një orë para se të përfundonte afati kushtetues për zgjedhjet presidentit. Edhe më pak bile. Edhe më pak, gjysore. Gjysore e fundit. Ose fjalimet e fundit ishin edhe pak minuta që zonja... Zoti Kurti e përfundoi 1 minutë 2 para skatimit. Zonja Haxhiu e vazhdonte prapa platformën e saj, e kishin marrë peng institucione më të lartë të shtetit, Astrid, dhe luanin si një shfaqje teatrale që është tragjikomike, sepse në të kundërtën nuk mund të sillesh ti. Kuvendi ka rregullat cilat funksionojnë dhe janë funksionale për një shtet që respekton kushtetutën, rregullore, demokracinë. Por ajo që pam ishte përpjekje për puç, ishte devijim i tërësishëm dhe platformë e Albin Kurtit për ta kapur secilin institucion. Nëse keni pa të nesër atë ditë pas zgjedhjes së presidentit, konferencën e tij për shtyp në platformën ose më mirë të them në vendin ku qytetarëve të Kosovës i drejtohet presidenti apo presidentja, ju e keni pa si mundet dikush që ta shpërdoroj, t'ja hup, ta delegjitimoj kuvendin, ta delegjitimoj presidentën, rolin e presidentës, sepse ishte konferenca që ai pastaj e bëri nga vendi ku nga zyra e presidentës. Dhe këtu kemi pa një arbitraritet të pashoq. Aty nuk ishim ne një presidente të zgjedhur. Pse bëri aty? Unë nuk munda ta kuptoj, ai si duket... Donte ta dërgonte figurën e presidenciale të kandidatës së tij? Unë mendoj, pra po e them, ka qenë përpjekje për të vendosur faj, përpjekje për të etiketuar të tjerët që pas kanë humbur mundësinë që ta mbështesin një grua e cila ka dhe mbështetje ndërkombëtare. Thanë ata, absolutisht, dhe ndërkohë që ne po am reagimin e ambasadave që përgënjeshtruan Astrid një lajm të tillë, shihni nuk po flasim për një pozicion jashtëzakonisht kredibil dhe një qasje kaq jo serioze, me manipulime, ku ti manipulon. Madje për mua edhe vetë zonja Rushiti, për cilën unë... Se keni parë rolin e saj, një figurë shumë interesante dhe me peshë shoqëri civile me veprimin që ka pa. Se lejoj vetën që të bëhet, ta themi kështu, kartë e zotit Kurti
për pojënat e tij politik. Jo të bëhet presidenti, sepse është e kuptueshme që secili mund të ketë ambicje të bëhet president, po si të pranosh që të luash lojën e presidentes së një partie politike që ka për qëllim ndoshta shkuarjen dhe shkeljes kushtetuese, por nëse dhe jo aq fajsimin e opozitës, e opozita janë qytetarët e Kosovës, nuk kanë ardhur nga një planet tjetër. As si kanë pru nga Serbia. E vërtet, Astrid, Si duke keni e pakët njohur dhe dul ju i kërkut që të tërhiqet, ajo jo që nuk u tërhoq. Doli pas orës 12 në konferencë për shtyp në katin e presidencës, në pjesën e presidencës. Si keni pa këtë? duke e njohur për Zonja një Rushiti kohë- nuk ka qenë e panjohur për PDK. Duke e njohur për një kohë të gjatë, ne kemi pasur bashkëpunim të thellë me zonjën Rushiti, vetëm mbase para 2 javësh kemi dëgjuar me të në telefon, kishte një konferencë për të trajtuar disa çështje që lidhen me statusin e viktimave dhune seksuale dhe kërkonte që disa deputete tona të jenë të pranishme në zyret ku organizoi konferenca. Ajo ka pasur një rol të jashtëzakonshëm në mbrojtjen, promovimin dhe trajtimin e viktimave dhune seksuale. Dhe natyrisht unë s'dua asnjëherë t'ja humb meritat e një gruaje që për shumë vite ka qenë zë i atyre që nuk kanë pasur zë. Ajo, bashkë me Kadire Tahiraj, e plot gra të tjera, të cilat janë platformë e gjërë dhe që kanë punuar në prapasken për vitet të tëra, kanë promovuar një gjë që për ne ka qenë shajt. Dhe pastaj, kur ti e sheh që dikush si zonja Rushiti, që kishte gjithatë karrierë në promovimin e Kosovës, në trajtimin e një kategorie të ndjeshme, në rolin e saj mbështetës e avokues dhe pranon e bëhet pjesë e devijimit të rendit kushtetues, e një maskarade të pacipqe, e bëri Kurti, pastaj bëhet vetë pjesë e lojës së tij politike, e partijake, vetëm një javë më herët, Astrid, ne bashkë me zonjën Feride Rushiti, kuvendi organizoi një ditë përkujtimore të viktimave dhune seksuale, duke përkujtuar, kishte ajo një fjalim të saj në kuvend për të përkujtuar sakrificën e grave dhe burrave që kanë qenë viktima dhune seksuale. Dhe në fund, gjithat rol e karrierë tënden ta hudhësh prapa për të bërë vegël, se unë zut besoj që zonja në fjalë duhej të bëhej vegël e zotit Kurti, por kur pash pastaj paraqitjen e saj edhe në zyret e presidentës, në gjëni kjo as në një teatr amator gjëra të tilla nuk ndodhin. Lere më për institucionet kredibile të Republikës Kosovës. Ne kishim kërkesë, ishte një mesazh. A keni bisedu me ta apo e keni bërë vetëm kërkesa publike? Kishte një kërkesë. A ka bisedu dikush? Ajo e para, mënyra se si unë nxorr si kandidate. Nuk fliste për seriozitetin e një kandidature, sepse po të dënte që ta zgjete zonjën Feride Rushiti, Albin Kurti presidente, unë jam bindur që këtë kishte bërë më herët, me pajtimin e forcave politike, me një konsensus më të gjerë, nuk ka pasur hatërmbetje, as nuk ka pasur refuzim ndaj zonjës Rushiti, sikur ajo të trajtohej në mënyrën se si duhet trajtohej një kandidat serioz. Por në momentet e fundit, 2 kandidat partijak kinë shuan rrugë, zoti Konjufca, për hir të Kosovës, zonja Kolçaku, po tërhiqen prej kandidaturës në një ditë para se të përfundonte afati kushtetues, e pastaj u propozuan 2 emra të respektuar, zonja Rushiti, zonja Hatixhe Hoxha, pedagoge në universitet, ka qenë pjesë e listës së lëvizjes vetëvendosje, edhe ajo u bë vetëm sa për të siguruar kinse një platformë të pak më të gjerë, zoti Kurti. Nuk morr asnjë vot. Dhe në fund, ne kemi një një mesazh përmes WhatsAppit që Albin Kurti ja drejton Bedri Hamzës, thotë kërkojmë që të mbështetet kandidatja zonja Feride Rushiti për presidente në orën 9. Dëgjoni, ka qenë. Ai ktheu mesazhin apo e la? Jo, ne kemi qenë momentet e fundit dhe ishte skandal. Gjithçka që po ndodhte aty ishte skandaloze, ishte edhe mënyra se si komunikohej për një vendim kaq të rëndësishëm me aq nonchalancë ishte absolutisht e padrejtë dhe ne e ndoqëm deri në fund seancë plenare, u pa që ishte një maskarad e tmerrshme, ishte një qasje që cenon institucionet demokratike të Republikës Kosovës dhe zoti Kurti me atë kultin njeriu të paprekshëm që do t'i ushtrojë të gjitha
pozitat, po e them prej kryeministrit, e pastaj tek presidenti, e pastaj tek duke marrë rolin që të flas elektoralisht në ditën kur qytetarët i kishin syt a do të zgjedhet presidenti i vendit apo nuk do të zgjedhej. A bisedu dikush me zonjën? Jo, ne kemi kërkuar në mënyrë... Për pasa se kërkes, e kam përshtypjen sikur dikush nga ju keni biseduar. Ne kemi provuar gjatë keni ditës... provuar ndoshta? Jo, ne kemi provuar gjatë ditës që përmes konferencave për shtyp, sepse në fillim, zonja Haxhiu nxori emra, dhe në fillim nuk isha shumë e sigurt nëse është e vërtet. Për kënd, kush është e saktë? Sepse nuk e besoj pse. Nuk më lidhej që mund të jetë e vërtet ajo, nxori zonja Haxhiu në rrjetet e saj sociale që 2 kandidatura të reja do të jenë këto. Dhe ne, kur e kuptuam që lajmi është i vërtet, patëm një konferencë për shtyp, ku munduam të kërkojmë publikisht zonjës Rushiti, duke pasur konsiderate respekt që të mos bëhej pjesë e manovrave politike, të puqit kushtetues që po përvonte ta bënte Albin Kurti. Dikush që, po e them, ka punuar me atë zell për Kosovën, ta vendos karrierën e saj politike në pozicione ku cënohet ai shtet që ke punuar gjatë për themelet e tij, para lufte, gjatë lufte, pas lufte, ishte president shumë jo serioz. Dhe fundja po flisnim për 2 gra, Astrid. Sakt. 2 gra të cilat u vendosen aty jo për të zgjedhur presidente. Fillimisht për t'ja u kesh përdorur gjinin. E vërtet, pikrisht. Dhe kjo ishte e dhëmshme ta shohësh zotin Kurti përderisa me 2 emra të grave sillej në kuvent kinse me idenë që pas ka gjetur dikë që duhet t'i bie edhe opozitës ta mane që pas ka qenë një kuadër që ka dhe mbështetje ndërkombëtare, nuk guxon ta abuzosh. Dhe mandej mu kujtua rasti i emrave që përmendeshin pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka emra. Merreni me mend si do të sillej Albin Kurti në rast se ne do të propozonim ndonjë emër. Do ta trajtonte në mënyrën si ka trajtuar kandidaturat në mënyrë shpërfillse për t'i përdorur për agenda ti personale, sepse po e them, nuk ka qenë vullnet politike Albin Kurtit që zonja Feride Rushiti të ishte presidente. Në të kundërtën, ai do ta kishte mundësinë për 3 muaj që të ulej, t'i ftonte partitë politike, ta vendoste kandidaturën njeriu që s'është partijak, deri në fund kishte emra partijak, e pastaj një ditë para përmbylljes së afatit kushtetues, e nxori një emër sa për të vendosur fajdiku. Sa për të thënë që opozita janë të njëjtit që nuk po duan që të zgjedhet presidenti dhe që unë hoqa dorë, Glau Konjufca hoqi dorë zonja Fatmire Kolçaku, por këta janë që nuk po duan të japin vendit president. Pra me kaq jo seriozitet, një përmbyllje, një procesi që kishte filluar prej datës 28 dhjetor kur Albin Kurti ka ditë numrat sa i ka. Po, de facto, nga 5 marsi, 4 marsi, 3 marsi, 2 marsi, u di që Kosova zë të ketë prezident, do të ketë zgjedhje. E vërtet. Edhe gjatë kësaj kohë bërë kjo loja që e thamë edhe këtu, edhe thatë edhe ju që bërë loja e fajsimit. Në këtë lojën e fajsimit, kush e sheh që, kënd për e sheh, kush mendon që e ka fajin, kënd mendon ti që do ta sheh me fajtor opinioni publik se kjo është beteja, dhe kush i ka meritat, se ndoshta duhet me pas edhe merita, nga njëherë, ndoshta opozitës nuk duhet t'i vjetë turp të merë edhe ndonjë merit, që për shembull meritin që s'ka lënë të zgjedhë një president politik, ose i deleguar nga një parti politike. Nuk është ndoshta pyetja se kush do ta ketë fajin, sa është pyetja e perceptimit publik. E perceptimit publik është në rëndësi shumë, po ndoshta me ta lënë edhe këtë mundësinë. Sepse në perceptimin tënd publik. Perceptimi publik është diçka, edhe këtu do të jem shumë e sinqert me juve. Albin Kurti ka fituar 51% të mbështetjes së qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e dhjetorit. Natyrisht që ai ka një masë njerëzve që kanë mbështet në këtë proces politik. Unë jam e bindur që shumë prej tyre Astrid, kur kanë pa zhvillimet e fundit, edhe këtë betejën e tij prej dhjetorit, prej shkurtit, e dhjetorit, e tutje, që i kanë dhënë gjithë atë pushtet dhe kanë dështuar për të marrë qeverisje, unë nuk besoj që kanë mbështet të njëjtit në mënyrën se si ai ka delegitimuar rendin kushtetues të Republikës Kosovës, institucionet, i ka përdosur, i ka keq trajtuar në mënyrën se si është sill me një proces kaq të rëndësishëm. Por ai në mënyrë sistematike, pas çdo takimi me zotin Hamza, me zotin Abigjiku, ndryshe ka folë në takim, në konferencat për shtyp, i është drejtuar qytetarëve,
me mënyra tjera. Ka thonë që është i pamjaftueshëm, janë pamjaftueshëm këta deputet. Herë ka thonë që Partisë Demokratike të Kosovës nuk i takon e drejta e propozimit, sepse pas ka pak deputet. Ditën tjetër, kur i është dashur konsensus si gjoja në thojza, a i ka ftuar publikisht, janë ju lutëm, dhe mund kujtoj të njëjtën që ai në mënyrë sistematike ka bërë me zotin Isa Mustafa. Juve ju kujtohet në karierën e tij politike si opozitar, herë quan të inderuar i profesor kur i duhej, e herë quan të bashkëpunëtori Rahman Morinës. Ai ka shkuar në mënyrë sistematike, ka manipuluar opinionin publik. Dhe unë e kuptoj që nuk ka betejë lehtë për ta fituar perceptimin publik për të drejtën që e ka opozita. Opozita e ka privuar Kosovën nga zgjedhja e një presidenti politik, që do të ishte zgjatim i Albin Kurtit, dhe nga shkelja e rendit kushtetues të Republikës Kosovës. Mos kishte adit reagim qytetar, mos kishte reagim medial, mos kishte reagim opozitar. Unë jam e bindur që Albin Kurti... Se kishte deputet të opozitës që veç filluan thirrjet për protesta, ishte Dauti, ishte deputet të... Absolutisht. Nuk janë emrat parëndësishëm. Dhe ne u mblodhëm Astrid Nuk brenda janë emrat parëndësishëm, Ne u mblodhëm brenda zyreve të partisë. Nëse kujtoni ka qenë debati i... Nuk janë figurat që s'mbledhin njerëz. Madje edhe vetë kryetari i partisë në debatin Debat Plus, pas asaj dite të rënde të zymt, dori në Debat Plus dhe tha që ne jo vetëm që do të protestojmë, do të ketë edhe demonstrata për të ruajtur kushtetutshmërinë e Republikës Kosovës. Ne u përgatitëm që në rast se kjo ndodh, rrugë institucionale për ta mbrojtur shtetin e Kosovës më nuk ka, sepse kur shkon deri në atë situatë sa që të zgjedhet presidenti me 61 vota, ty më nuk të mbetet rrugë institucionale si opozit. Ne vendosëm që të përgatitemi për protesta për ta mbrojtur rendin kushtetues të Republikës Kosovës. Kushtetutën e kanë shkel me vite, por mënyra se si ata u sollën atë ditë, unë prandaj po du të them që unë jam e bindur thellë që edhe votuesit e Albin Kurtit, 51% atë ditë janë ndjek keq me mënyrën se si ai është sjellur me besimin që ja kanë dhënë qytetarët. Dhe është çështje perceptimit, por unë besoj që Kosova ka mjaft qytetari e cila kupton rrezikun që i është kanoz vendit. Jo, kujtoni, ne jemi si gjeneratë e re, po prindrit tanë e kujtojnë suprimimin e autonomisë Kosovës. Mbaj mend edhe, unë e mbaj mend. Edhe unë kam qenë relativisht e re në moshë, por të gjitha ata që kanë kaluar atë periudhë të suprimimit të autonomisë ju ka kthy memoria Astrid. E asaj që kanë përjetuar për një regjimi fashist, për një regjimi që ka dashur me minu shqiptarët dhe të drejtat e tyre për liri e pavarësi. Dhe tashmë shtet të pavarur, në Kosovën e vitit 2026, ta kemi një kast politike me një kryeministër të papërgjegjshëm, që merr vendime për me rënu kushtetutshmërinë, rendin demokratik, dhe për të shërbyer narracionit të armiqve tonë. Çfarë kanë thënë deklarimet e përhershme kryeministri i Serbisë për politikanë të Serbisë? Kanë thënë që Kosova s'është shtet. Nuk din me bashkë. Teoria historike. Dhe pse duhet një kast politike mi shërbyer një narracionit rrezikshëm për shtetësinë e Kosovës? Pse guxohet në Kosovën e vitit 2026 dikush që është votuar më shumë se asnjë parti politike shqiptare me u sill në mënyrë të papërgjegjshme, jo serioze, ndaj shtetit, ndaj qytetarëve. Pra po e them, unë Albin Kurtin e kom pa në opozitë se jam gjatë deputete. To e sulmu policin, zjarfiksin. Kurti tha mua ma ka ndërgu vetëm policin. Pra, ne kemi pa Albin Kurtin në opozitë derisa ka sulmuar policinë e Kosovës. Por Kurti po e përsëris, tha, ata ma dërgonin policinë sa jam konë në opozitë. Ju keni pa, Astrid, çfarë ka ndodhur në kuvendin e Kosovës në vitet sa Albin Kurti ka qenë në opozitë, cilat kanë qenë proceset si është zgjedhur presidenti, me gaz lotësielës, me dhunë, me përpjekje për të ndërprer proceset demokratike që ka ndodhur në kuvend Kosovës, dhe ne nuk kemi provuar që të cilemi, as të pengojmë dikë, as bëhemi pjesë. Vendimi për të mos marrë pjesë në ato seanca ka qenë ndër vendimet më të mira që i kanë marrë forcat politike opozitare, sepse unë jam e bindur thellë. Albin Kurti ka testuar durimin e opozitës deri në fund. Që i bje? Ai mendoj, kjo është opinioni imi, që thellë ka menduar që opozita nuk është e gatshme për zgjedhje, dhe se deri në fund ai do të provoj që ata të kthehen në sallë prej frikës së zgjedhjeve, e pastaj të bëhemi pjesë
e kuorumit për t'ja siguruar Albin Kurtit një president. Nuk besoj që ka mund të jetë as naiv tash. Nëse keni pa reagimet e tij ditëve të fundit, edhe konferencat e fundit, Albin Kurti ka qenë në panik konferencat e fundit për Shtyp. Ai ka bërë thirrje e opozitës të kthehet, herë ka akuzuar opozitën. Unë prapo e them, unë besoj që ai natyrisht i entuziazmuar për aty rezultati zgjedhor që morin dhjetor, prej 51%, ka menduar që opozita me rezultatin që ka dalë në zgjedhje, i ka frikë zgjedhje dhe mund të imponoj secilin kandidat për të zgjedhur president vetëm për të shpëtuar zgjedhjet. Dhe këtu mendoj që opozita, po flas edhe për veten time, e ka dëshmuar integritetin e saj që kur është fjala për zgjatim të një pushteti që i ka bërë dëm e Kosovës, nuk duhet të mendoj më gjatë se sa t'i thot stop këtij pushteti dhe të drejtohet tek legitimiteti qytetar, dhe natyrisht një presim që zgjedhjet tash të jenë qëndrimi, vendimi dhe besimi që qytetarët do ta japin për t'i thënë stop dikujt që prodhon kriza në mënyrë sistematike, Astrid. Dhe si po hin për të kënë këto zgjedhje, Berta? Tash nuk janë zgjedhje të befasishme, nuk janë të paparalajmëruara, janë të pritshme. Ne kemi qenë të bindur, kemi qenë bindur që zgjedhjet sa më larg që shtyhen do të jetë më e dëmshme për vendin dhe tash kur edhe kemi hyrë në afatet kushtetuese për të përcaktuar data, sot ka një takim të zotit Hamza me zonjën Haxhiu dhe me përfaqësues tjerë të partive politike për të përcaktuar data. Me gjatë do të jetë 7 qershore. Kemi filluar me një herë. Ishte kërkesa e gjitha partive. Edhe unë mendoj, ende se s'ka përfunduar takimi për ta ditë qartësisht, por mendoj që ka një entuziazëm, një energji të Partisë Demokratike të Kosovës për t'i thënë stop këtij regjimi. Dhe kemi filluar me një herë përgatitjet me strukturat tona, po bëjmë përpjekje që lista të jetë listë konkuruese në këto zgjedhje dhe natyrisht ne jemi gjatë gjithë kohës tash në teren. Ka një vullnet të antarësisë që kanë qenë të zhgënjur me mënyrën se si zoti Kurti ka trajtuar shtetin, qytetarët që sot jetojnë më keq, janë më të varfër, çmimet janë të rritura skajshmërisht, çmimi i energjisë elektrike merrni në mend, ZRE-ja e shtyu vendimin për tarifën e re të rritjes së çmimit të energjisë, dhe unë jam e bindur që ka pas një koordinim të partisë që udhëheqte me vendin me ZRE-n që të shtyhet pas zgjedhjeve. Nafta, çmimi i naftës, gjithçka sot është shumë më e vështirë se çka qenë viteve të fundit dhe Kosova ka nevojë për një qeverisje stabile, për një platformë që është serioze, jo që krijon drama e tensione. Po të flisnim për 5-6 vite për progres e zhvillim, sa ka prodhuar kriza Albin Kurti, unë jam e bindur që Kosova sot do të ishte një stat tjetër, nuk do të kishim çdo ditë rreth 40.000 qytetarë të këtij vendi që e shohin të ardhmen, jetesën e tyre, jashta adheut të tyre, ndërkohë kemi një kryeministër që merr gjitha pushtetat, besimi ka gruan, vajzën, që nuk ballafaqohen me sfida që ballafaqohet qytetari i Kosovës, as me çmimet, as me pagat, as me energjinë elektrike, as me naftën, sepse nuk janë pjesë e zhvillimeve të rënda që po i përjetojnë qytetarët e Kosovës. Prandaj unë besoj shumë që konsolidimi jonë si parti do të jetë shumë aktiv. Natyrisht, Astrid, nuk mund të mos e përmend faktin që maj është muaj shumë i rëndësishëm, presim që të kemi përfundimisht lajme të mira të përfundimit të sagës rreth dhomat e specializuara në Hagë. Ky do të ishte lajm i mirë për Kosovën, natyrisht që për Partinë Demokratike të Kosovës gjithsesi, por neve na takon që në këtë kohë të jemi të organizuar dhe në mënyrë që të mos na përsëritet situata e rëndë e blokadave që do ta rrezikonte Kosovën. Kushdo që potencialisht mund të mendoj për një votë të re për Albinin, duhet ta ketë parasysh blokadën që ai ka krijuar tash sa. Me kë hyn në garë PDK. Sërish me zotin Medri Hamza se është përfolur që zoti Hamza nuk ka më interes që mund të jetë dikush tjetër, apo ngjarjet e fundit e diktojnë nevojën që të shkojë. Zoti Hamza është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Në zgjedhjet e fundit ai ka qenë kandidat për kryeministër, platforma e tij natyrisht ka qenë njëri prej kandidatëve që është mbështetur. Jo sa kemi dëshiruar ne, platforma e tij nuk është përqafuar në masën që PDK-ja ka pritur, por do të vazhdoj të jetë sërish kandidat ynë për kryeministër në zgjedhjet, cilat unë besoj që do të caktohen me 7 qershor, por kjo mbetet të përcaktohet në takimin e liderëve, pra ne do të garojmë me listën tonë, me zotin Hamza, me 33 që duhet inkorporohen brenda listës tonë zgjedhore dhe po shohim që
platforma të jetë platformë serioze, ashtu si që është dhe vizioni Zotit Hamza. Zoti Hamza nuk prodhon drama, ka qenë njeri që ka prezentuar një vizion të njeriu serioz, të përgatitur, që flet mbi bazën e statistikave reale që i ka Kosova, nuk etiketon, nuk linçon, e ka depolarizuar gjuhën e qasjen e tij politike ndaj dikujt që vetëm linçim, e krizë, e përçmim, e hakmarrje di, e që është oponenca e Zotit Hamza. Merta, LDK po flet për një bashkim të djathtës. Natyrisht nuk mendon në PDK, mendon në Vjosa Osmanit, nuk e di në kënd tjetër. Po PDK-ja, a mendon në ndonjë bashkimit tjetër, pra me nismen ose me dikën tjetër, një farë gjysmë bashkimit i krahut luftës dhe jo vetëm? A e shet që tash ndoshta është momenti që PDK të shkoj për tej? Tash është ende herë të flas sepse ne Jo, kemi pasur personalisht e kam fjalën. Si mendim personal jo, si qendrim partisë, sepse... Unë vazhdoj të mendoj që ne duhet ta fuqizojmë vizionin tonë si PDK edhe me të ardhur edhe me të tjerë që duan të bashkohen për ta bërë më të fuqishëm platformën e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe unë mendoj që këtu ka edhe plot të tjerë që ju do t'i shihni në radhë dhe në listën tonë me të cilët kemi filluar tashmë komunikimin, do të ketë emra të ri, shumë serioz, që ka një karrierë të gjatë në shërbimin publik, por që janë edhe emra të cilat i kanë dhënë Kosovës në gjitha periudhat e zhvillimit të saj, por do të ketë edhe të rije të reja, por brenda kryesisë janë diskutime të cilat ne tashmë jemi duke i zhvilluar, me që ende s'është data e përcaktuar, ende s'kemi biseduar se si do dukej lista, do të kemi bashkëpunim me dikë nga parti tjera, por unë Astrid besoj që sa më të fuqishëm që ne i dalim me ardhje, me të tjerë, ne do të ndalojmë vizionin, do të ndalojmë regresin që Zoti Kurti e ka bërë për shumë vite duke cënuar shtetin e Kosovës, duke i shkaktuar varfërim e dëm Republikës, dhe duhet të përgatitemi që lista jonë konkurruese të jetë listë që janë dalë hovin e këtij degradimi që e ka bërë qeverisja e Zotit Kurti. Klerta, pyetja e fundit paka shumë sepse janë në fund të po flitet shumë, ka shumë që mendime, por njëri nga farë mendimi, ta themi kështu, dominant në opinionin publik është ka qenë që zgjedhjet nuk do të sjellin ndonjë ndryshim të madh. Nga ajo që ka ndodhur këto muajve të fundit dhe nga përgatitjet që mund t'i bën PDK po parti tjera, a do të qëndroj kjo, që zgjedhjet do të sjellin vetëm ndryshime të vogla apo pret që mund të ketë ndonjë ndryshim më të madh? E para unë mendoj që krizat dhe trazirat kanë qenë as të mëdha këto muajt, prej shkurtit e tutje. Blokada një herë 52 seanca për zonjën Haxhiu, e pastaj a do të zgjedhet president ajo se ky gjatë gjithë kohës qytetarët kanë dëgjuar vetëm qëndrime të emrave të përveçshëm. S'kan dëgjuar asnjë vizion për një projekt madhor që ndodh. Dhe me që, po e them, dramat e krizat kanë qenë ashtë të mëdha, unë mendoj që edhe qytetarët do t'jenë të vëmendshëm Astrid. S'po e them që do t'jetë shumë i madh ndryshimi, se unë duhet t'jem prapë te ju, po unë jam e bindur që ne do të shohim ndryshim në zgjedhjet e qershorit, sepse do t'jenë dy dilema para se cilave qytetarët do t'jenë në ditën e votimit. Dhe këto janë dilemat e një Kosove të shkatruar në rendin kushtetuese demokratik, dilemat e një Kosove të varfëruar, të izoluar, të sankcionuar, dhe dilemat e një qeverisje që sjell plan konkret qeverisës dhe strategji për ta nxjerrur vendin nga situata e krizës. Prandaj, secila familje sot në Kosovë në radhë para votimit duhet mendoj për fëmijët e vet, për të ardhmen e vet. Dhe secili që mendon për të ardhmen e vet, nuk do t'i jap zgjatim qeverisjes Albin Kurtit e pushtetit ti, sepse krizat e trazirat kanë qenë shumë të mëdha. Kemi parë ndëm buxhet dhe sfundi u diskutua që mënyra se si ai ka bler vota në vazhdimsi me parat e taksa paguesve të Republikës Kosovës. Pra buxheti nuk e ka dhënë për rritje të pagave, se ka dhënë buxhetin për t'i krijuar qytetarit Kosovës një, po e them, pagë më të dinjitetshme që të përballet me kriza. Sot kemi zjarfikës, kemi ushtar të FSK-s, policë që para dite punojnë në institucione publike, pas dite janë të detyruar që të punojnë si kamarjer për t'ja dalë në këtë situatë të rëndë me çmimet e me varfrimin që po ndodh Kosovë, e njëjta me punëtorët të arsimit. Merrni me mend si është sektori privat, prandaj të gjitha këto janë alarm për t'i thënë stop
degradimit që e ka psuar Kosova në këto vite të keq qeverisjes së pushtetit të Albin Kurtit. Erta, faleminderit shumë për mishë intervjise. Besoj që për zgjedhjet edhe për rezultatin do të kemi mundësi të flasim herave tjera. Patjetër, faleminderit shumë. Atëherë.